A pranua të futeni sot në grevurie? Po, pranua. Çfarë po bëni tani? Sot në orën 10 më fut në grevurie për të arritur qëllimin ton. Qëllimi kryesor është rritja e pagave, të cilat janë shumë të ulta në krahasim me drejtuesit e kompanisë. Dhe kërkojmë ta rifitojmë dinjitetin që na ka humbur. Dinjiteti fitohet vetëm me rritjen e pagave, me vlerësimin. Ju çfarë pozicioni keni në kompani? Sa është paga juaj? Unë jam prej gati 8 vitesh në Bankers dhe paguhem si fason, jo si naftëtar, realisht. Sa është paga? Unë merrem me pajisjen e tokës. Paga ime është 780.000 lek sot e 8 vjet. Në fush po bëj 18 vjet. Në fush marinës 18 vjet dhe gati 8 vjet me Bankers. Dhe s'keni njohur asnjëherë rritje page? 2 herë që kemi pasur në thonjza rritje page ka qenë si pasojë e revoltës, si protesta që kemi bërë ne me sindikat. Do të arrijë kjo greve urisë qëllimeve tuaja? Besoj po, ne jemi të bindur që të arrijmë, edhe nesër në orën 7 besoj të kemi më shumë përkrahje nga punonësit tanë, edhe ata që janë të heshtur, mendoj se do vinë do na bashkohen për kauzën tonë. Faleminderit. Atëherë unë kam 7 vjet që punoj në Bankers, kam filluar që në vitin 2018, direkt pas përfundimeve të studimeve të larta në Tiranë, kam filluar në Bankers. Filluam këtu, aplikuam këtu për shkak se në ato vite Bankers i ka qenë një kompani shumë prestigjioze, njihej në gjithë Shqipërinë për rregullat, disiplinën, pagat e mira dhe gjithçka e tillë. Në proporcion të viteve paga, ajo është rritur që është dhe një nga pikat e grevës tuaj? Paga atëherë, pagat kanë pasur disa rritje shumë modeste, po këto nuk kanë ardhur fal dëshirës së mirë së menaxhmentit ose të bordit drejtues për të rritur pagat, por gjithmonë kanë ndodhur për shkak të protestave të ndryshme që kanë ndodhur në Bankers. Këto protesta që po ndodhin sot nuk është se është hera e parë që po ndodhin, por këto kanë filluar që në vitin 2023, ku aty punojësit vetë me dëshirën e tyre, vullnetin e tyre, pas një lloj organizimi sindikal, kanë dalë dhe kanë protestuar për pagat. Atëherë ju mendoni se greva e urisë është fundi i kësaj kërkese? Po patjetër, nuk kemi ku të shkojmë më tepër. Lëvizja e radhës i bie vetëm të jemi kundrejt, t'i drejtojmë organeve gjyqësore ose t'i drejtojmë shtetit. Në çfarë kuptimi? Në kuptimin që nuk e di të shkojmë atje të bëjmë grevë, bëjmë protest, ose ndoshta presim që të kemi edhe komunikim nga organet e tjera. Sa punojës jeni bashkuar sot të Këshillit në këtë grevë? Po jemi 12, vetëm në grevurie do të shkojmë 12 antar të Këshillit dhe të kryesisë. Sa duhet jetë paga e një punonjësi? Atëherë, një doze? Minimalisht në sistemin e naftës, në industrinë e rëndë të naftës, duhet filloj të paktën nga minimumi të jetë 1 milion lek të vjetra. Por, në Bankers tashmë as punonjësit fillojnë nëpërmjet kompanive nënkontraktore, do më thënë kanë hequr dhe punësimin bazë që janë Bankers, i kanë hequr i shkelin të drejtat. Dhe këta punonjës, gjithsesi, këta punonjës që fillojnë nga kompanitë të tjera, fillojnë me 530.000 lek të vjetra. Deri këtu shkelet direkt ligji, pasi ligji thot, i statusit naftarit thot që paga e një punonjësit të naftës duhet të filloj, duhet të jetë sa 150% e pagës minimale në shkallë vendi. Dhe kjo nuk është. Mendon që kjo grevë do t'ju arrijë qëllimit? Po patjetër, ne jemi të bindur dhe do të qëndrojmë këtu deri në fund. Çfarë presin të vi këtu dhe t'ju aplotsoj? Kush do ju jap lajmin? Atëherë, ne nuk presim që të vi dikush ose të vi Zoti me shkopi magjik dhe të zgjidhë të gjithë çështje, por minimalisht drejtuesit e Bankersit, headquarteri ose kush do qoftë, duhet të japi një zgjidhje kësaj gjëje. Pasi nesër bllokohet puna. Nesër, në orën 7 të mëngjesit dhe në vazhdim, vazhdon dhe greva e gjithë punonjësve të tjerë, jo vetëm e jona, ku do të bllokohet dhe puna. Dritan Rapushi, prej 13 vjetësh, viti 14 i punoj të Bankersi, kemi hyrë që në fillim me shpresën se në kompaninë nafte do të trajtoheshim ashtu siç e meriton tregu i naftës. Të gjithë njerëzit, po thjesht të gjithë kanë mbaruar një shkollë dhe kanë dedikuar jetën kësaj kompanie, që nga arsimi i lartë e deri më pas. Kjo nuk është reflektuar në asnjë moment te pagat e Bankersit. Bile tani po na krahasojnë me fasonët, duke parë studiuar tregun vërtet të punës
ashtu caktojnë pagat. Sa duhet jetë paga që të quhet dinjitoze? Paga duhet të justifikojë arsimin e lartë, duhet të përkushtimin në punë, vështirësitë në punë. Nuk është një shifër fikse që duhet të caktoj pagën. Duhet sa fillojnë pagat aktualisht? Duhet jetë të paktën konkurruese me tregun shtetëror, për cilën ne jemi lider. Kemi 10 fishin e prodhimit tyre dhe po paguhemi mesatarisht më pak se ata në rang punëtor. Çfarë kërkoni në ndryshimin e kushteve të punës? Ne kërkojmë dinjitetin. Dinjiteti fillon që nga pagat edhe nga mënyra se si i relatohen punojësve. Deri tani për punojësit çdo kërkesë përgjigjja e tyre është po deshe të rrini, po deshe të ikni. Kjo nuk është një mënyrë që mund t'i drejtosh punëtorëve. Punëtorët gjithmonë duhen trajtuar me respekt. Por për këta është hecin gjithmonë me teorinë për çfarë dhe s'ndo. Po bëjnë të pamundurin që t'i përçajnë punëtorët me intimidimin, me ndarjen e pagave me diferenca shumë të larta dhe kjo diferencë ka sjellë që edhe shqiptarët janë shumë të përçarë me njëri tjetrin. Sa të vendosur jeni për ta vazhduar deri në grevën? Ne kemi marrë këtë akt që mund të jetë akti më i vështirë që mund të bëhet në greve dhe do ta çojmë deri në fund. Nëse këto nuk do të plotësohet, nuk do të ketë më bangers për ne. Pse grevuria dhe jo diçka tjetër? Sepse grevën tjetër e kemi marrë përsipër, por greva e urisë është ajo që i sensibilizon të gjithë. Kjo është më së serioze. Nuk kemi lidhje me lëvizjet e tjera që kërkojnë vetëm pak para apo ndonjë gjë të vogël. Ne po kërkojmë respekt dhe dinjitet dhe për këtë jemi gati të shkojmë deri në fund çfarëdo lloj gjëje qoftë kjo. Kolegët e tjerë të punës dhe sindikatës do ta vazhdojnë punën nesër? Nesër nuk do ta vazhdoj askush punën sepse janë të gjithë të lutur të bashkohen grevës. Kushdo që do vazhdoj punën, thjesht po mban anën e kinezit, do na vështirëson më shumë betejën. Por beteja jonë do vazhdoj akoma dhe më gjatë, do jetë vojtë më e madhe, por përfitimin do ta kenë të gjithë. Kështu që ata që nuk i bashkojnë protestës, duhet i thërrasin ndërgjegjes tyre sepse nuk fitohet dinjiteti duke i shërbyer padronit, vetëm duke i shërbyer vetes edhe kolegëve. Jemi këtu një komunitet, jemi këtu një kompani dhe duhet jemi kolegë, jo konkurrent. Na kanë thyer në konkurrent që duhet ta luftojmë njëri tjetrin vetëm për të arritur diçka më shumë të vogël. Këto gjëra personale që askujt nuk i sillin benefite në fund. Këto kanë sjellë dhe uljen e pagave në bankers, në krahasim me gjithë tregun e punës që po ecën sot gjithmonë më shumë në çdo vend. Edhe inflacioni që ka ndikuar shumë fort në rritjen e tregut të punës, këtu nuk po reflektohet. Edhe ngritja e fundit e pagave që janë marrë me protesta. Në fillim nuk kemi qenë ligjor, tani jemi bërë sindikat ligjore dhe kjo është një protestë më se ligjore. Faleminderit. Goxhaj. Nesër pritet dy fishore, që halli ke tash? Jo, ma të mos e fal. Hajde.